Emisioni i radhës Star Sport e i gazetarit Pirro Rovina në ekranin e Star Plus ka ardhur me një larmi diskutimesh. Specialisti i futbollit Hysen Zvijani shpreson në një rezultat pozitiv të vllaznisë në transfertën me Tiranën. Shpresoj që të losin vllaznia mirë në Tiranë siç ka luajë gjithmonë, kena interesant për momentin, mëse ndaj atje janë probleme të tjera. Gjithmonë ka për të pas blerje, por them që duhet me bler më pak. Këtë javë luhet kryendeshja e kategorisë së parë mes ekipeve pretendente të Beslidhjes dhe Kastriotit. Besoj se i shkon për shtat një ndeshje mes dy ekipeve rivale, ku sigurisht aty do të përballen, do të tregojnë vlerat gjithë secili ekip dhe sigurisht fusha do ta tregojnë, do të japin drejt atij që do të bëjnë më pak gabime, të i parë parasysh se futbolli është një lojë gabimesh edhe fiton ai që bën gabime më pak. Besoj se Nina favorizon fusha. Se Kamza ishte me fjalë që kishte pikë, prollote futboll, po tjetër gjalla në fushën e lojës, ishte një ndeshje që u fitu që në pjesën e parë 2-0, pastaj për rrjelloj bëmë dhe 3 gole tjera. Pjesë e Star Sport ishin edhe futbolli i femrave, apo fitори e rëndësishme e vajzave të basketbollit ndaj Tiranës në transfer. Po du me fol për para kohet, sepse nuk e di se si është edhe herë ju bani, shpresoj të t'jalojnë fushë lojës, kena me hi me fitore normal. Prej vendit ku është në tabel të uta, nuk pritet një ndeshje e vështirë, gjithsesi se ne nisena për me fitu. Pati gabime dhe Tirana, po ne pat me gabime, po thjesht fitume se ishim, atë ndeshje ishim shumë më të mira. Star Sport ka përcjell për teleshikuesit dhe mendime të ndryshme përmes telefonatave, ashtu siç është diskutuar edhe për shortin e kampionatit evropian të futbollit, ku Shqipëria është në grupin A, bashkë me Francën, Rumaninë dhe Zvicrën.